Një tërmet me magnitudë 5.8 ballë Richter ka goditur Ishillin e Kretës në orët e para të mëngjesit të kësaj të premteje. Lëkundjet shkaktuan shqetësim tek banorët, por fatmirësisht nuk ka raportime për viktima apo dëme të konsiderueshme në ndërtesa apo infrastrukturë. Sipas të dhënave sismologjike dhe raportimeve të vendjave ndërkombëtare, lëkundja është regjistruar rreth orës 5:18 me epiqendër në det, vetëm pak kilometra larg bregut të zonës Ferma, në pjesën jugore të ishullit. Tërmeti ka pasur një thellësi rreth 15 kilometra, çka e bën lëkundjen të ndjeshme në sipërfaqe dhe në zonat të gjera përreth. Ishulli i Kretës njihet si një nga zonat më aktive sismike në Europë për shkak të pozicionit të tij gjeografik pranë kufirit të pllakave tektonike afrikane dhe euro-aziatike. Për këtë arsye, lëkundjet të kësaj fushie nuk janë të pazakonta dhe shpesh ndjehen edhe në ishuj dhe rajone të tjera përreth në detin Mesdhe. Autoritetet lokale dhe institucionet sismologjike në Greqi kanë nisur menjëherë monitorimin e situatës, ndërsa deri tani nuk raportohen dëme serioze apo ndërprerje të infrastrukturës kritike. Megjithatë, ekspertët theksojnë se pas goditjet janë të mundshme dhe mund të vazhdojë për disa orë ose ditë pas tërmetit kryesor. Banorëve në zonat e prekura u është bërë thirrje të tregojnë kujdes, të shmangin ndërtesat e dëmtuara dhe të ndjekin udhëzimet e mbrojtjes civile në rast të lëkundjeve të reja.